وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. E ne thot Allahu Gjeleshanuhu, ja paraqesin veprat atyre, janë të mëdha, janë madhështore sa malet ditën e gjykimit, e për momentin ato shkrijen, azgjesohen dhe bëhen pluhur, subhanallah, si pluhuri që përhap era. E si kur nuk kanë qenë dhe nuk kanë ekzistuar, çfarë çaloj me këta njerëz cilët kanë bërë vepra në sytë e njerëzve që kanë qenë madhështore dhe të bukura dhe të mëdha dhe të konsiderueshme. Çfarë çaloj? Imagjino, i kanë shkrujt e injyt e Allahut, gjitha veprat i kanë shënu, sepse as e injyt e Zotit nuk e din se çfarë shfsheh njeriu në zemër. Cili është qëllimi edhe njeti i tij me këtë vepër që po bën? I vetmi që e din qëllimin e drejtë edhe të saktë edhe të pastër, te Allah është vetëm Allahu Xheleshanu të robët, subhanallah. Atyre i ka çalu sinqeriteti. Nuk e kanë bërë për Allah, nuk e kanë bërë që ta gjejnë tek Zoti Xheleshanu dhe nuk kanë për ta gjetë. Mbase e kanë bërë që të marrin pëlqimin edhe falënderimet e njerëzve, mbase i kanë fitu, mbase si kanë fitu ato. Ama tek Zoti Xheleshanu as nuk kanë prit se do kenë shpërbim për to. E Allahu Xheleshanu i thotë, robi im, i ke bërë veprat, po nuk i ke bërë për mua, nuk ke çfarë merr nga unë. Nuk merr diçka prej meje, subhanallah, sa e trisht. Të lodhesh, edhe të mundohesh, edhe të bësh vepra dhe mos zgjesh asgjë tek Allahu Xheleshanu në ditën e gjykimit. Zotin na ruajt, për Zotin.